Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Unë quhem Lorena Kasmoni, jam 14 vjeçare edhe vi për shkollës fillore të mesme Tolt Edmond Hoxha Junik. Faktikisht astronomia është një shkencë nuk ka rëndësi vjeçare sa ji. Si ta shikosh, fill është atë që të fut në atë lami edhe të pëlqen ajo lami direkt. Po personalisht për vetë ja kam filluar që nga mosha 8 vjeçare, edhe shumë rastësisht, domethënë si lami edhe si shkencë, vetëm duhet të shikoj një dokumentar rastësisht që është bo në televizor, edhe vetëm ju kom tregu familjarëve që a mundë me lanë, po mdoket interesant, ku i kom pa planetë ndryshme, ngjyrat e tyne, direkt ajo mendja një 8 vjeçares ka thonë që ko kanë shumë interesante, a muj edhe unë me shku si këta astronautë në hapësin, edhe mu ka dok shumë diçka që është edhe që muj me ja arrit. Normalisht edhe ja kom fillu vetëm me disa fleta, disa ngjyra, duke bo rrumullaka rretha si planete, duke i ngjyrosë, duke mu ndokur mu shumë interesante. Edhe masanaj najtash që jam vetëm 14 vjeçare, ja kom i këtu e zhvillu në aspektin e tu i marrë fletoret, në aspektin që tu i tregu edhe arsimtarëve që është në pëlqy që kjo lami, e që disa ju ka duk shumë ju interesante, nashta që nuk kanë besu në atë hipotezë, edhe ju ka duk që nuk ekzistojnë këto planete, nuk munden me konë të vërteta, po që e kom dëshmu, du më thonë, jo vetëm me punë se vepra, du më thënë, len edhe gjumë, jo vetëm me po vetë edhe me vepra, me gjurmë, edhe kështu ka fillu të më pëlqy ma shumë, e tash që jam edhe në maja ma të suksesit të zhvillu këtë lamia. Faktikisht, ai dokumentar u kom vetëm për sistemin diellor, nuk kom vetëm për planetet e sistemit diellor, sa është largësia, sa është jetëgjatësia që mundë me jetu, sa sekonda mundë me jetu në ta, edhe vetëm u ka duk interesante ku i kom dëgju muzikën e Hans Zimmer që është edhe mu ka duk shumë interesante, mu ka duk edhe planetet, ngjyrat e planeteve i kom shiku edhe u kon ndoshta muj me thonë 2 orë gjysë ai dokumentar, po më ka dok vetëm si 2 minuta. Ka shku shumë shpejt se ku doke diçka interesante, shkon shumë shpejt ai dokumentar. Tana planetet e kanë veçorinë edhe tana planetet e kanë atë inspirimin që njeri mundet me pasë në ta. Na që i kemi 8 planetet në ndryshme, po edhe planetet që janë në galaktika tjera, jashtë sistemi tonë diellor, ma interesanti mu ka tok Jupiteri. Jupiteri, do më thonë, është planeti ma i madh, me gjërësi edhe që dominon ma shumë në sistemin tonë diellor, mu ka dok interesante për arsye se është konë, do më thonë, ma tërheci në bazë ngjyrave, në bazë, do më thonë, stuhia që ndodhën të, edhe që është ajo, do më thonë, gropa e kuqe, që po shkan edhe duke u zbe, duke u zgjeru, edhe është shumë interesante mu ka duk që nashta me mendjen tem vetëm si thmi ku e më konë, ku më thonë që nashta mu fund të është vetëm si re, se ashtu e ka pas pamjen, po tu shku edhe tu i pa që nuk është si re, është tamam planet, ka do më thonë karakteristikat e veta që shika planeti jo në tokë, i ka dhe Jupiter, po ka dhe planetet që i ka se cili karakteristikat e veta, Marsi, Urani edhe planetet ndryshme. Toka na e dim se i ka, do më thonë, bazë, uji, toka dhe oksigjen, janë 3 elementet bazë për zhvillimin e jetës njerëzore. Po nëse jonë tokë edhe nëse zhbo e pabanueshme toka në bazë që nuk ish pas nashta oksigjen, nuk ish pas ujë, na kishim mujt për me e pas planetin Marsit. Marsin si pas hipotezave edhe astronomëve, astronautëve, astrobiologëve, ata kanë thonë që ka pas jetë ma ka herë, ka pas jetë ma në të kalumen. Edhe aty kemi fosile që mundet mu zhvillu jeta. Do më thonë, duke i dërgu astronautë ndryshëm, duke dërgu robotë ndryshëm, kemi me gjithë fosile që mundet mu zhvillu jeta, mundet me dal uji, mundet me dal edhe oksigjeni, po mundet me dal edhe toka që me konë atë që e mirë, edhe atë që but, me pas fosile, që me pas, do më thonë, ku e mbjellim një farë, qëfar do lloj farë që është, për ushqim që me pas na njerëzimi, mundet mu zhvillu, mundet mu rrita ajo. Edhe që kjo e bën që na mundën me zhvillu jetën aty, për arsye se na duhet me pas edhe ushqim, duhet me pas oksigjen, duhet me pas edhe industri që duhet mu zhvillu atje, për arsye sepse duhet me pas profesione që shikina pas këtu, industri, fabrika, duhet mu zhvillu edhe atje. Po e kemi edhe planetet e tjera në sistemin ton, jo ton diellor, po sistemet tjera diellore që mundet mu zhvillu jeta. Do më thonë, vetëm kanë zgjerim atë madh, apo është planeti pak ma i madh, po që ka, do më thonë, elementet kyçe, që shika toka, ujin,
tokën, oksigjenin, edhe ndoshta edhe elementet e tjera që gjenden në sistemin periodik, tabelën periodike, që janë edhe elementet e tjera si hidrogjeni, alumini edhe elementet tjera. Jo vetëm one, po edhe nësitër, jo vetëm lamine astronomisë, po në çdo lanë që nuk gjendet në Kosovë, nuk gjendet në shkollat tona, pse na mos me pru këto, pse mos me zhvillu, pse mos me pas, domethënë, edhe arsimtar, astronom që e kanë kryer ndoshta jashtë, po që vinë edhe me kontribut në shtet të Kosovës. Gjitha dhanat jon konë në gjuhën angleze, edhe në gjuhën angleze për arsye sepse unë e kom kuptu gjuhën angleze, po nuk e kom kuptu aq mirë, ose na që detaje për me kuptu ma mirë dhe faktet astronomike, se nashta kanë qenë theks britanez, ose kanë qenë theks amerikan, edhe ka qenë pak e vështirë për mu me kuptu. Po me kalimin e kohës, i kom gjetë edhe disa me ndihmen edhe astronomëve të ndryshëm shqiptar që janë në tërë botën, që i kemi astronomen, zona Pranvera Hyseni, që i ka, domethënë, aplikacione ndryshme, si në aplikacione në Facebookut, TikTokit, Instagramit, edhe aplikacione ndryshme që ajo na ka bërë të mundshme, edhe në audiencën e gjanë në gjuhën angleze, po edhe në audiencën më të ngushtë, domethënë, në gjuhën shqipe. Kjo më ka ndihmu, po edhe kjo më ka jep motiv edhe për me mësu gjuhën angleze. Për me mësu ma mje, se e kom pa që është më vyft për qitë lami, edhe me mësu, për me ditë. Nashta nuk ma ka kap edhe qatë shumë të runi, se vetëm 8 vjeqe për vrimat e zeza, për shembull, trupa qiello më ka dok diçka shumë e madhe dhe nuk ma ka akceptu shumë të runi jam, po to i shiku, to hi edhe, domethënë, në aplikacione tjera që i kom kërku se çka janë, a janë ashta planeta, a janë trupat qiellor, apo çka mundën me konë. Kam qenë edhe, jo vetëm gara, po edhe kurse që kanë qenë vullnetar, po kurse edhe falas, që janë për shembull është aplikacioni Kursa. Kursa është certifikat, është një ndër aplikacionet më të avancume që jep certifikata, mirënjohje, jo vetëm lami në astronomisë, lami teknologji, apo matematik, gjuhë angleze, apo edhe shumë tjera, po në që mu ka duft është astronomi, po edhe tjera që janë edhe astrofizika, që ka ngjashmëri me astronomin, po nuk është edhe qa që njëjta. Faktikisht mu ka duft mu përgadit pak si shumë, për arsye sepse të e marë për arsye që ka pas konkurrencë shumë të madhe, për shteteve si të ndryshme që janë edhe evropiane, të Azis, ndoshta edhe të Afrikës, Amerikës Latine, Amerikës qendrore, apo domethënë çdo shtetit global të ndryshëm, edhe ma shumë të kanë qenë ato nga shtetet e Spanjës, Meksikës, nashta kanë qenë edhe të Afrikës që janë konë ma shumë që kanë marrë pjesë, edhe nashta ju ka ardhë si tip inati apo diçka që kur e kanë pa aty që më ka shujt emni, po edhe poshtë nacionaliteti jam që ka qenë Kosovar. Edhe kur e kanë pa këta, nashta ju ka ardhë si tip xhelozia apo diçka inati, që për arsye sepse na e dim që jo gjitha shtetet që na kanë pranuar neve si shtet, edhe nashta ju ka ardhë inati për arsye se pse kjo katë shtetit që i kom dëgju edhe vetë që i kanë thonë edhe kur kam qenë online, domethënë me profesorat ndryshëm, kanë thonë që kjo qaq jo vetëm në moshë të vogël, por edhe në moshën domethënë edhe në aspektin e shtetit, të Kosovës. Pse kjo më arrit kështu, qysh ka arrit kjo, edhe po ja kom dëshmu gjithmonë me punë, ja kom dëshmu që kom marrë pikë ma shumë se këta, kom marrë domethënë akceptime ma shumë se këta, lavdërime për arsimtarëve të ndryshëm, astronom që kanë qenë, nashta që kanë punu edhe me Artemis 2 që kanë shku në hanë domethënë tashti, po edhe që kanë qenë edhe të misioneve të ndryshme të NASA-s. Nashta kom dash mi njëru, po vetë zemra nuk ma ka akceptu për mi njëru, për arsye sepse e kanë thy shtetin tam. Edhe më ka ardhë shumë rënë, më ka ardhë edhe shumë keq, që nashta kom pas edhe pe i shtetit armiqe që i kemi, për shtetit Serbisë, kanë qenë edhe astronom të shtetit Serbisë, që nashta më kanë njëru mu, po që më ka rënë ndoshta puna që u duft, nëse i kom dash, nëse s'kom dash, që kom pas edhe astronom për asë arsimtar për atyhet. Që ose kom dasht, ose s'kom dasht, unë kom duft me full. Mirë, që kanë qenë cilët, a thonë korrekta? Kanë qenë të mira dhe i dikon derisa kanë qenë në sy, ose të vëzhgu pej astronomëve do më thonë shtetet ndryshme. Po nuk kanë qenë të mira si më kam pa që jam vetëm,
ai tipi i racizmit që më kanë thënë në atë tipin e racizmit, po gjithmonë e kom shiku ato temen, jam shku vetëm me një qëllim, jam hi laptop, e kom qill laptopin, dhomën teme, edhe jam hi këto online, e kom jep kursin vetëm në atë aspektin që jam ka du me bo shtetin tem krenar, edhe kom vazhdu me qatë acceptim. Që vipi Kosovës, du me majt shtetin e Kosovës, du me marrë flamurin e Kosovës, edhe kom vazhdu me qitë sam. Normalisht që prindet janë konë ata që më kanë mbështet, pe fillimit, më kanë mbështet, më kanë jep korajo, më kanë thonë që vazhdo, jemi shumë krenar me ty, edhe nëse ndoshta kom pas në ngecje, kom dështu ndonjë garë, ndonjë certifikat, jo vetëm garët astronomike, po gara matematik, gara fizik, kom dështu në ajsan, gjithmonë janë konë ata inkorajusit që më kanë thonë qoho, nuk duhet mu dërzu, po normalisht që ku mi kanë pata në këto gjana, ku kam qenë edhe në observatorin kombëtar, planetariumin e Kosovës, kanë qenë shumë krenar, ku më kanë pa që, o kam thot një astronom, pas kime më rishëm, atave që kom pas sytë edhe e kom ditë që janë direkt krenar për mu. Kjo më ka mjaftu bollë për me vazhdua. Une vetëm 14 vjeqare, nashta është shumë e re, po gjithmonë këqyri universitetet që mundën me ja bursa. Universitete Amerikë, nashta mundën me konë edhe në Britani të madhe, edhe universitetet që mundën me pas pak të nalt, po që mujnë mi përfitu edhe 100% bursa falas. Unë pas përfundimit që kom përfundu klasën 9 vjeqare, dhe më thonë 9 vjeqaren këto në Edmond Hoxha Junik, unë kam synim edhe me vazhdu 3 vjetë në gjimnazin e Gjakovës, që është me Meta Kifi, është një ndër gjimnazit që mu ka përshtat mas shumëti shkenca naturore, për arsye sepse e prek astronomin mas shumëti edhe që kam astronomin të ardhen për atë punë, edhe mas përfundimit 3 vjeqarës këtu, me bashkëpunimin e gjimnazit, po edhe me vullnetin tam edhe me familjarë ndryshëm që i kam shteteve ndryshme, pse jo edhe me shku edhe me universitetet shumë prestigjioze, që mundën me konë edhe Harvardi, Oxfordi, MIT, që janë nashta shumë universitete që nuk ta prejnë mendja që mundësh mi arrit, po me punë edhe me gjdo san mundësh me e prejt. Jo vetëm astronomi, po gjdo san si matematik, si noj zanat që e ki, hobby, sport, me punë të vazhdushme, kur mos më ndërzu edhe mos me hub vullnetin gjithë qysh që kime arrit këtë punë. Jo vetëm shokët edhe shoqet, jo vetëm të klasës, po edhe rrethit gjanë shoqnor, edhe arsimtarët ndryshëm, nashtë ju ka dok pak konfuze, ose ju ka dok diçka shumë absurde që jem të marrë me astronomi. Nuk e kanë ditë, fillimisht nuk e kanë ditë që është astronomia, nuk e kanë ditë që është shkencë, që merret me qëto astrofizika apo diçka tjetër, po ku ju kom tregu, nashta ju ka dok shumë absurde dhe ju kanë thonë, pse nuk po merret vetëm me tokën. A din merro me qëto që mund është mi prek, mund është mi ndje. Po pse po mirë është me hapsin. Po tu mi pa fletor, tu mi pa mirënjohje, tu mi pa certifikatat ndryshme, ata direkt janë binë se nuk ka një lami e keq, nuk ka një lami që po mu ishe me mësu dishka, po mu ishe me acceptu dishka pi planeteve. E faktikisht në një shoqe ku e kom pa dhe ku e kom hap fletorin, ku mi ka pa planetet e vizatume, gjithmonë kanë thonë, a bën veç me malon një herë, ta shikaj. Normalisht që ja kom thonë, e ka shiku, edhe ka lyp ndim për me, e ka thonë, a mund është me mi spjegu, se po më interesan, po më pëlqen, edhe gjithmonë ju më kona jatë që ju kom jep, du më thonë, sqarime, instruktimet mija, jo vetëm shoqeve dhe shokve, po ashtu edhe arsimtarve ndoshta. Se kanë qenë lamis shoqërore, ose naturore, shkencave naturore dhe shkencave shoqërore, po ju ka interesu, ju ka duk shumë interesanta. Faktikisht për me observu qiellin, qielli mas mirë observohet që shedim verës, për arsye që nuk ka shumë re, nuk ka ndryshime klimatike, edhe mundem shumë mirë me e pa. Faktikisht, teleskopi është një ndër që ata që na mundem mas shumë të me e pa ma mirë, se arsye se teleskopi është ai që ta zmadhan, edhe e shë ma mirë, edhe e shë planetin, e shë trupat qiellor, kometa, asteroid të ra, diellin me teleskop solar, po mundem vetëm me dalë, do më thonë, në barë, me ushtra edhe veç me shiku qiellin. Mundem me pa Jupiterin shumë mirë, se është ylle që ndryqen mas shumëti, për arsye se Jupiter është planeti maj madhe edhe ndryqen mas shumëti. Edhe veç mundem me pa, me thonë që a është shumë largë, a mundem ndoshta na i herë në të ardhmen me zhvillu qatë shumë teknologjia, sa që mundem na me shkel në atë planet. Mund është mi pa, do më thonë, yjet të ndryshme, është ylli Sirius, është ylli që i ndryshon gjyrat.
Edhe që mundesh me po vetëm me kamerë telefonit, vetëm mundesh me zbandu, edhe mundesh me po të ndryshu ngjyrat. E duket shumë interesante. Domethënë, me një përfundim që nuk është gjithçysh me pas një teleskop, ose mu qujt astronom, nuk është vetëm me pas një teleskop edhe okej u qujta astronom. Astronom quhesh kur e kupton këtë lami. Normalisht që nuk mundem 100% me e kuptu astronomin. Nashta mundesh mi përfundu shumë fakultete, shumë master, doktoratur, akademik që është titulli më i larti, po na nuk mundem 100% me e kuptu këtë fush. Po astronom do të thonë nuk quhet vetëm që e kini një teleskop, e kini diçka afër edhe je astronom. Po je astronom vetëm duke shiku qiellin dhe duke e kuptu se o ka të pëlqen që ajo lami. Është një pyetje që shumë astronomëve ju ka bu, shumë apasionues të astronomisë ju ka bu, edhe kërkush nuk mundet se nuk ka fakte. Astronomia edhe shkenca natyrore gjithmonë e ka një pse. Pse është që kjo? Pse arrin deri te kjo? Edhe jeta jashtëtoksore nashta mundet me kon edhe po edhe jo. 50% po, 50% jo. Po në atë konceptin tam, në teorinë time po. Mundet me pas. Se uji për shembull, që është e vërtetuar, pi NASA-s, pi agjencive tjera, uji tokës tonë nuk vjen pi tokës. Nuk është origjine, nuk vjen pi toke. Është pi një planeti tjetër. E çysh erdh? Kush e pruni? Edhe kjo direkt të bjen me menu që a pas ka nashta alien, a pas ka nashta jashtëtoksor, a jetojnë ai ka tjetër, a mundën janë nashta në sistemin tonë diellor, po halana nuk e dim, po me anën e teleskopëve, me anën e teknologjisë që është u zhvillu i NASA-s, po edhe agjencive tjera, mundet me e kuptu. Po në atë konceptin tam po, mundet me pas. Astrologjia nashta është ajo që merret me edhe vendosin e yjeve, çysh janë vendosin e yjet, edhe që është horoskopi, që janë shajat e horoskopit, luania, krepi, bicjapi, binjakët, që secili përcakton. Faktikisht nashta mundën edhe deri dikun me përcaktu tarmen, me përcaktu edhe deri dikun për shembull nesër çka ka me të ndodh. Nesër çka ki me bëu ti, nashta a ki një provim, a ki me dhon apo diçka tjetër. A ki provu ti personalisht? Faktikisht ne jam edhe në horoskop jam luani, po gjithmonë kur shikoj, ndoshta më me thonë 75%, 80% më kanë dalë. Kanë dalë çato, do të thonë kanë dalë çato parashikime që mundet me ndodh. Që po mundet me ndodh. Është diçka që ndoshta shumë njerëz nuk e besojnë, po faktikisht po, është diçka që mundesh me ndodh. Duke i zhguar, do të thonë yjet që janë pozicionuar, planetet, sa afër janë, sa larg janë, edhe mundet deri dikon ndoshta 80%, 85% mundet me përcaktu edhe deri dikon fatin. Vetit ja ki bogit parashikime. Po, ja kom veshgu edhe ndoshta edhe prindve, apo edhe diçka rreth gjanë shoqnor. Okej, a ju kanë ndodhur edhe aty? Edhe aty, ndoshta më shumë se unë ju kanë ndodhur. Jo vetëm astronomia, po çdo lami, çdo san, kur gjë nuk arrihet pa punë. Kur gjë nuk arrit nëse nuk sakrifikon diçka, ose nuk përballesh me fjalët e njerëzve. Kur gjë nuk arrihet. Nëse përballesh me fjalët e njerëzve, edhe ju thu, okej, nëse thonë nuk i me arrit, okej, nuk arres, po e dëshmon me fakte, e dëshmon me punën që e bën, me diçka. Unë për shembull ja kam dëshmu vetëm me çto. Edhe aty në direkt janë bind. Për krejt ata të ri që dojnë me ndjek astronomin, dojnë me ndjek ndonjë lami, për shembull matematik, shkenca shoqërore, fizik, kimi, kur mos u dorëzoni se prej me keni me arrit. Keni me arrit nëse punoni, nëse besoni në vete, nëse thoni vetes po, ka me arrit që të san, ka me punu fort, edhe ka me arrit. Gjdo sa mundesh me arrit. Jo vetëm të rit, po dhe nashta edhe ato nana që janë edhe që e kanë pas peng diçka në zemër, edhe kanë dasht me arrit, mos ta ndalin me çkaq, ta arrisin ato. Edhe unë shoh shumë, domethënë, të vegjël që ku kam qenë në observator dhe ku jam kthy apet këtu në qytetin teme, edhe më kanë pas shumë të vegjël që më kanë thonë ti e kon aty, çështu ka duk, edhe unë kisha dashur me shku. Gjithmonë jam kona jo e hapna që po, hajde, pse jo, pse mundesh me arrit majat e suksesit. Normalisht. Du mi ju thonë njerëzve që me besu ma shumë në shkencë, pa na e dim që gjithë këta ka bo Zoti. Gjithë universit, galaktikat, sistemin të ndjellor, planetet, gjitha i ka bo Zoti. Po astronomia merret pse u ardhi çto. Shka u bashku, qëfar nashta atome që jenë bashku deri sa ka për shembull Big Bangu,
çka janë bashku atome ose disha që ka shpërthy deri aty që janë formu, domethënë planete, fryma të zeza, trupa të tjerë qiellor. Me besu ma shumë në astronomi dhe me besu ma shumë në shkencë.